Mas 4 mujtë pushim studim me zotin Zoti Krahak. Mirë, zoti Krahak, mirë se jeni në emision. Mirë se gjeta vëdan. Jam i gëzuar që jam prapë te. Është nasimet pozitive. Zatën karrierën juaj televizive bashkë e kena nisë diku para 10 vjet, 12 vjet tonë. Edhe televizive, edhe politike. Edhe politike. Nëzër, penisëm e njerë me ofertës, se kemi pas përzizje zyrtare, ju si gudzoj LVV Alternativa, ka shri 15 pikë që e boni publike zoti Abdi Ziku. Si e komentoni, si pat 15 pikëshën, ishte një ofertë për gjitha partitë politike, një 15 pikëshë rreth qëndrimë dhe pozicionëm të cilat i shele dhe këja që një etike për Kosovën. Si e komenton edhe zatën paka shumë njëta qëndrimi keni pas edhe ju, përveç që ishin disa gjana tjera që ishin pak marisi për çështën energjetikës edhe këto. Po shiko, krejt, do më thonë, sila parti që prodhon diçka, që ka një vizion, që tenton me ndërtu disa pika, disa si udhërëfys, në rregull është ajo, po veç duhet në demokraci që funksionale që është Kosova, duhet me rivendos dekorin që thonë francesët. Edhe kur ta vendosim dekorin, del që në fakt fituesi dihet, i dyti edhe i dyti dihet, edhe i treti edhe i katërti. Po situata është farë, se s'ka të bëjmë një ditën e zërë. Tash, propozime, oferta e vetme që ka qenë publike dhe vazhdon të jetë valide, është oferta e fituesit për në këtë rast LDK-n, që të bëhet pjesë, që ta konstituojnë bashkë kuvendin dhe ta bëjnë bashkë qeverinë. Normalisht që zoti Abdi Gjiku apo LDK-ja, këta jo me 15 pikë, po le të vinë me 55 pikë, nëse duan, dhe ta diskutojmë dhe ta ndërtojmë bashkë koalicionin dhe qeverisin bashkë. Kjo është ofertë që thoni, meri këto 15 pikë, ashtë edhe tjera të bëni 55 pikë të negociojmë? Tani këto negociojnë mes partnerëve tarshëm, kështu që ka aty ide që mund të jenë pozitive, ka ide që lidhen me ide tona, dhe kështu do të ishte ndërtu koalicioni. Po defekti këtu është se nëse ato pikë konsiderohen qarta nga LDK, atëherë i qartë nuk është krejt vizioni, qasja nuk është e qartë. Si pat këtë 15 pikë? Pse nuk mjafton LDK me ardhë me neve, pse na qenë ka po mjaftueshme? Se po thotë së është situatë e mjaftueshme për me zgjedhjet që është ne jemi as Sudani i Jugut, as Timori Lindor, ne jemi shtet i konsoliduar tashmë, do të thotë nuk kemi gjendje lufte. Po as prak pushtimit nga ndonjë fuqi kështu e menjëhershme, kështu që nuk ka kuptim me konsideru Kosovën si shtet, si me ardh tash kemi dalë prej luftës në protektorat, prej protektoratit në shtet, prej shtetit jemi bë prap çështje në Bruxelles, prej çështjes 4 vitet e fundit jemi përpjek me sa kemi mund me rikthy Kosovën prap në shtet serioz me kufi dhe me suverenitet. Tash nuk mundem ne të bim dakord që ta rikthejmë Kosovën si koncept shteti pa konsoliduar në gjendje lufte apo në gjendje Argumenti zoti Abdi Ziku është pikërisht që nuk i mjaftojnë votat për me zgjedhje problemin që na vjen pas 18 dite për çështën e presidentit. Edhe zoti Abdi Ziku konsideron se kjo një zë e tillë prapë na kthen në një krizë politike. Jo të mjaftueshme ka shi barrikadës. Si në luftë, por jemi në situatë që është pengi numrave të konsiderimit me këtë logjik, pse nuk ka sens kjo? Sepse me këtë logjik, atëherë nëse e vlerësojmë si valide këtë çast, si këtë logjik, do duhej që gjithë me u pajtu sot se në Kosovë duhet këtë gjithmonë veç qeveri, pa opozit. Sepse në çdo rast ka me na ra presidenti, çështja e presidentit si problematik. Apo kupton? Thotë, duke qenë se mandati i presidentit nuk është i njëkohshëm me qeverinë, ti kime pas non stop problemin e njëjtë. Që i bie se në Kosovë nuk mund të ketë qeveri dhe opozit, duhet të ketë veç qeveri. Jo, po ka opozit mjaftueshme. Që mos ta kemi asnjëherë problemin e presidentit. Po, ju po thoni PDK do me lënë edhe 8 vjet në qeverisja, po. Ja, po, nëse e dëgjojmë LDK-n, nëse futemi të gjithë. Po. Atëherë i bie që në Kosovë, atëherë mos majmë asgjëdhje. Po. Ambazemi bashkë dhe ta mbajmë si mbretëri, veç qeveri, pa opozit, sepse një moment çështja e presidentit ka me na dalë. S'ka kuptim. Në moment, janë 7 muaj ditë, ne kemi pa në kaluar. Po, ta 7 muaj, po pas 5 viteve tjera